Përballimi i emergjencave civile ka një kosto më të ulët nëse dy shtete bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Këtë deklaratë dha ministri i mbrojtjes Arben Imami gjatë një konference për mediat, që pasoi takimin mes tij dhe homologut maqedonas Fatmir Besimi. Ministrat e dy vendeve ishin në sinkron kur thanë se situata përballohet më mirë kur bashkëpunohet. Duhet mendojmë për konkretizimin dhe për këtë edhe më tej, për këtë biseduam me ministrin e mbrojtjes, siç janë fjalë vjen emergjencat civile, për vendet tona të rajonit që janë vende relativisht vogla, por që duke pasur në mendje faktin që emergjencat civile janë problematike edhe për vende shumë më të mëdha, ngritja e kapaciteteve përmbashta do të ulte kostot e përballimit të këtyre emergjencave dhe padyshim do të shtonte edhe efektivitetin në zgjidhjen e situatave të mundshme. Iniciativën tuaj për një emergjencë rajonale civile e mirëpresim dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Ekipet tona do të vazhdojnë takimet, gjithashtu iniciativën e kroate për policinë ushtarake dhe dua t'ju them që gjithashtu në Maqedoni kemi kapacitetet për ushtrimet të ndërsjellta të forcave ushtarake. Ministri Imami përmendi gjatë fjalës së tij edhe krijimin e një policie ushtarake rajonale, duke ndjekur shembullin e forcave të armatosura të Kroacisë. Në fjalët e tyre, ministrat reciprokisht theksuan se dy shtetet janë gati për krijimin e një policie ushtarake që do të ndihmonte të gjithë vendet e rajonit. Imami dhe Besimi u ndalën gjatë në stabilitetin politik të Maqedonisë, si dhe tek antarësimi i vendit tonë në NATO dhe prag antarësimin e Maqedonisë në Aleancën e Atlantikut Verior.